Dashur qytetar shqiptar, kjo është një marrëveshje historike për Shqipërinë. Një marrëveshje me një rëndësi të veçantë për sigurinë kombëtare të vendit, një marrëveshje që konfirmon fuqishëm marrëdhëniet e shkëlqyera të Shqipërisë me aleatin e saj të madh, Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kjo është një marrëveshje që shkon përtej termave financiar. Është një dëshmi konkrete e besimit të Shteteve të Bashkuara që kanë ndaj Shqipërisë dhe rolit gjithnjë më të rëndësishëm që vendi ynë luan për sigurinë euro-atlantike. Nga ana tjetër, Shqipëria jonë e përbashkët ka një angazhim të shtuar në rritje të konsiderueshme të investimeve në mbrojtje. Buxheti për mbrojtjen është rritur nga 24.1 miliard lek në vitin 2020 në 69.2 miliard lek në vitin 2026. 3 herë më shumë, ndërkohë që Shqipëria mbështet objektivin e ri të aleancës për të arritur në 5% të prodhimit të brendshëm bruto për mbrojtjen dhe sigurinë, me Partinë Socialiste në qeverisje deri në vitin 2035, duke dëshmuar se mbrojtja dhe siguria janë prioritetet tona strategjike. Në një vlerë prej $302 milion amerikan. Ky financim do të përdoret ekskluzivisht për modernizimin e kapaciteteve të forcave tona të armatosura, përmes programit Foreign Military Sales, duke financuar pajisje, sisteme dhe shërbime të mbrojtjes sipas standardeve më të larta të NATO-s. Po kaq të rëndësishme janë dhe garancitë që ofron kjo marrëveshje për partnerin e Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Shqipërinë tonë përbashkët. Financimi do të disbursohet gradualisht, vetëm sipas nevojave konkrete të Ministrisë së Mbrojtjes dhe pas miratimit të kontratave nga autoritetet amerikane. Shqipëria do të ketë 48 muaj për të angazhuar fondet e projektet e modernizimit. Kredia ka një afat maksimal shlyrje deri në 12 vjet, me mundësi periudhe grejse deri në 1 vit. Marrëveshja jep Shqipërisë të drejtën të kryej parapagime, penalitete duke ruajtur fleksibilitetin në administrimin e borxhit publik.